Përpara se të kalojmë rendin e ditës, ashtu si kundër jeni vënë dhe ndjeni nga mesazhi që ka ardhur në grupin e WhatsApp-it gjithë këshilltarëve bashkiak, zoti Daud Zëraj, i cili ka mbajtur rolin e sekretarit të Këshillit Bashkiak të Vlorës për 3 vite, ka kërkuar dorëshën. Unë dua ta falenderoj publikisht zotin Zëraj për punën e tij të palodhur, për gjithë profesionalizmin e treguar dhe për gjithë eksperiencën e mirë të treguar në këto vite pune, dhe dua ta falenderoj unë personalisht për gjithë ndihmën që më ka dhënë mua, duke pasur parasysh që unë kam qenë një njeri i ri në detyrë, dhe ndihma që më ka dhënë në detyrën dhe në pozicionin tim si kryetare Këshilli ka qenë një ndihmë shumë e madhe. Kështu që faleminderit zotit Zëraj për gjithë emocionet, për gjithë punën dhe për gjithë profesionalizmin e këtyre viteve. Dua një duartrokitje në nder të tij dhe ta falenderojmë për aktin e treguar, dhe me kalimin e rendit të ditës do të kalojmë edhe zgjedhjen e sekretarit të Këshillit, duke qenë se nuk mund të lëm pozicionin bosh. Mirë, kalojmë rendin e ditës me këtë gjën votim pro. Rendin e ditës. Dhe zgjedhjen e sekretarit. 27 pro, 9 kundër, 26 pro, 10 kundra. Po shtoj, ja, u ngritë karton. Po, zoti Nika. Do fjalë. Atëherë, sot në rendin e ditës një nga pikat që do miratohet është buxheti faktik. Buxheti faktik. Të lutem e nderuar zonja kryetare dhe administratë e bashkisë, duke qenë që Komisioni Financës nuk u realizua, nuk u bë korumi dhe nuk u bë Komisioni Financës, të lajmëroni drejtorët e bashkisë të marrin pjesë në mbledhje sepse vetëm 30% e tyre janë aty. Të lajmërohen të gjithë drejtorët pasi është buxheti faktik për 2025 që do diskutohet. Kështu që lajmëroni të gjithë të marrin pjesë, mirë kryetarja që mungon, po këtu mungojnë dhe drejtorët. Janë vetëm 3-4 drejtorë, kështu që lajmëroni të gjithë pa përjashtim. Pasi është do diskutohet buxheti faktik. Faleminderit. Mirë. Fillimisht do të filloj me zgjedhjen e sekretarit të Këshillit Bashkiak, i cili do të emërohet duke pasur parasysh ligjin numër 139 fraksion 2015 të datës 17/12/2015 përveç qeverisjen vendore i ndryshuar numër 57 PK1, sekretari i Këshillit emërohet me propozim kryetarit të Këshillit Bashkiak me shumicën e votave të prezencë në sallë. Për propozim për sekretar Këshilli, propozimi im është për zonjën Leonela, e cila është një zonjë e cila mban një eksperiencë shumë të madhe në rolin e jurises dhe të Bashkisë Vlorës dhe të avokatit popullit, me eksperjenca shumë të mira në shumë role dhe në shumë pozicione të cilat ajo ka drejtuar. Ky është propozimi im për sekretarin e Këshillit Bashkisë Vlorës. Nëse nuk kemi diçka për të diskutuar, po, zoti Hoxha. Zonja kryetare, absolutisht, mbi bazën e rregullores, duhet të themi dhe në një gjë në mbështetje të asaj që ju thatë. Mbi bazën e rregullores është e drejta juaj që të propozoni, po mbi bazën e rregullores është dhe drejta jonë që të bëjmë ca saktësime. Patjetër. Duke qenë se është një akt me karakter individual, dhe mos në përballemi pas me pavlefshmëri nga zyra e prefektit, duke qenë nominal, unë propozoj që për zonjën që ju propozoni për të qenë në pozicionin e sekretarit të Këshillit, edhe pse duhet të them që më vjen shumë keq për zotin Daud nga ana personale, i cili në moshën e tij, moshë pensioni, është vënë në presion për të larguar nga kjo detyrë, dhe është e sigurt kjo, nuk ka nevojë që të diskutohet dorëheqje apo është vënë në presion për të larguar, shumë për fat keq, është nga të paktët ata socializmi midis të cilëve edhe disa zotrin këtu, zoti Novruz që këtë ti, apo mos i përmend tani zoti Simbol, socialistë të cilët realisht gëzojnë respektin tim personal për shkak të qëndrimeve dhe integritetit personal të cilin kanë treguar edhe gjatë ushtrimit të detyrave të tyre në institucionet shtetërore, se nuk janë të gjithë të zinj të rilindjes, ka edhe njerëz me integritet, duhet pranuar, edhe duhet thënë me zë të lartë. Unë mendoj që
duhet kalojmë në një votim nominal me kuti të fshet, sepse nuk mundet të detyrojmë këshilltarët që të votojnë me ngritje kartoni kur dikush mund të ketë një objeksion lidhur me propozimin që ju bëni, dhe duke qenë një akt me karakter individual dhe nominal, unë mendoj që duhet të kalojmë në një votim të fshet për zgjedhjen e sekretarit të ri të Këshillit. Mirë, faleminderit zoti Hoxha. Fillimisht do të miratojmë doreshën e kërkuar nga zoti Daud Zëraj, e pranojmë doreshën e kërkuar nga zoti Daud Zëraj dhe më pas vijojmë me kërkesën. Ne e pranojmë. Pranimi doreshën e kërkesës, po se kartoni, çfarë pranojmë? Njëzet e 6 vota pro, miratohet doreshja e kërkuar nga zoti Daud Zëraj. Po juve zvotuat gjithë. Jo. 18 vota ngritën. Ore dakord, doreshja para po kush me pranoi te kryeministri do që do ta bëj pas pakosh. Tani ju lutem që të ngrëm kartonët që të vazhdojmë votimin, se po zonja kryetare, po e zaurua votimi. U ngritën vetëm 18 kartona. Jo, si ishin 18, 18, pra unë jam këtu po i shikoj. Jo, e 18 kartona. Po mirë, pra është 18-ja midis asaj times dhe tëndes. Të ngrën kartonet i numërojmë të gjithë kështu, duke pasur. Ai ta provojmë do pori. Do bëjmë votim të dytë? Po, tani ti thua 18, unë them 26. Po mirë, do ta bëjmë 6 herë pastaj. Po Votimi njërë bëhet. Po jo, s'është 6 herë. Me qënë se është fjalla juaj kundër times, të ngrëm kartonat gjithë, numërojmë se sa është votimi. Ka që thjesht është. Të lutem, vazhdoj dhe unë procedurën. Miratojmë pjesën e doreshës kërkuar nga zoti Daud Zëraj. E ka depozituar, ka depozituar. Ka njoftuar, ju ka njoftuar në grup, ju thash, po ka depozituar dhe... Po. Fillove pra. O atyr të lutem. Se e di shumë mirë, po se për qa po këmgull, po që ta thjeshtojmë. Në qoftë se do fjala që ta dëgjosh, se ti atë do që ta dëgjosh, edhe ajo po e shmangë se... Okej, ja ta them unë. Ligji termi ligjor që përdor qetrën në 2015 përdor vetëm emërim dhe shkarkim. Miratohet shkarkimi për arsyeja, pastaj arsyeja mund të jetë ndryshme, për shkelje, për mospëlqim, për arsyeja e këtij shkarkimi është dorëheqja në rregull, pra ja ta thash, kështu e do. Ke 10 minuta po merresh me atëherë. Meqense termi ligjor është shkarkim dhe emërim, miratohet për arsye dorëheqjes. Dhe ata janë kot kundër se ata nuk e mbajnë dot tjetrin me zor në punë. Ka dhënë dorëheqjen, kaq. Kupton, do miratosh. Skuadër dorëheqje, nuk skuadër shkarkimi. Po pra, skuadër dorëheqje për të vazhduar procedurën. Shkarkohet sepse ka dhënë dorëheqje, çfarë problemi ka? Po e lirojmë nga detyra zotrin se ka kërkuar dorëheqjen, kaq, sa asnjë. O Klodi, mendoj që Po pra, do ta pranojmë, ata jemi çka i kuja. Vazhdojmë. Ja, ka të që lexoj. mirë, propozimi i zotit Hoxha për kalimin me votim të fshet të propozimit bërë për zvendësimin e sekretarit Këshillit. Unë mendoj që duke pasur një emër nominal, votimi tjetë i hapur dhe ky është propozimi im, kështu që kalojmë kalojmë votim propozimin tim për ta bërë të hapur dhe propozimin e zotit Hoxha për ta bërë të mbyllur. Jo, kështu funksionon, sepse marrim kohë, nuk është kutia është këtu dhe dhoma e fshetë është këtu. Ja ta shpjegoj. Po sepse ka pas një mbledhje enkas për atë. Ne jemi para një fakti që kemi mbledhje shumë gjatë para dhe
dhe bërja e një votimi të fshehtë do na marri vërtet shumë kohë. Kutia është, nuk është çështje pune, është çështje menaxhim kohe. Është çështje menaxhim kohe. Është menaxhim kohe kur Qa do ndryshojmë ne? Po pra, kash. Pikërisht pra, unë kam këtë propozim vetëm për këtë fakt. Ishte mbledhje enkas, Klodi ka qenë një mbledhje enkas për atë gjë në atë moment. Ne jemi para fakti që kemi një mbledhje shumë gjatë para. Po morëm kohë dhe me zgjedhjen me kutit mbyllura do marrim realisht shumë kohë. Gjithsesi, kalojmë propozimin për ta bërë të hapur në votim pro. Po pra, ju keni propozim mbyllur, kam të hapur, kalojmë votim 2 dhe kash. Ky është një propozim për të shkelur rregulloren, ë? Kush është dakord të shkelë rregulloren, se rregulloria ka të përcaktuar. Lexo pak Endri se të bën mirë, lexoje pak rregullore. Profesor, meqenëse s'kam sekretar sot, sa vota kemi proste? Sa kemi vota tonë? 26 vota pro dhe 10 veta nuk marrin pjesë votim, do të bëhet me propozim të hapur. Jo, s'janë 24. Se jemi dhe ne 2. Mirë, në rregull. Mirë, kalojmë propozimin për marrjen e rolit. Jo, loj është bërë tani. O, zoti Nika të lutem. Tani Ose kishte numëruar. Zonja kryetare, sapo zoti Unë jam një njeri politik, do të ata partisë po pse votove për asaj që propozoi e finish. Ju jeni diskutuar do të përfundimisht. Jo. Dëgjoj. Unë dua të votoj për asaj zonjës, po dua të votoj. Shumë do votoj kundër. Shumë i banon ti votoj. Pse? Doni fare, ju jeni do të jeni jashtë orbitë. Pse? O, zoti Hoxha, pse të merr ti votim politik? Pse e merr votim politik? Pse e merr votim politik? Pse e merr votim politik këtë? Po pse e merr politik? Po. Pse çfarë problemi ka? Zonja kryetare të tërheqë vëmendjen sepse ke hedhur në votim një veprim të palishëm. Pra, ke hedhur Atëre, një saktësi për sa i përket rregullores, lutem. Rregullores. Është neni 14-15. E nderuar kryetare, lutem, mund ta kem Parashikon fjalën. procedurat e votimit. Ke hedhur në votim një Të lutem fjala për zotin. është i palishëm dhe ke krijuar një precedent të rrezikshëm. Është fjala për zotin Hyseni. Po ta Atëre, megjithëse duhet i referojmë rregullores. Jo, mo ishte mbaroj. Po ja u them muzikë, po pas e pranoj ta zgjidhni që po ofroj 1 minutë vetëm ta dëgjoj. Argument tjetër. Nuk duan të nxjerrësh. Atëre. Kemi hallin këtu. Atëre, referuar nenit 79 të rregullores të Këshillit të Bashkisë Vlorë. Pika 3, e cila thot kërkesa për votim nominal ose votim të fshehtë formulohet në kohën që kryesuesi i mbledhjes, në rastin konkret kryetaria e Këshillit të Bashkisë, mbyll diskutimet dhe deklaron se do të kalohet në votim. Çdo këshilltar ka të drejtën e propozimit për përcaktimin e mënyrës së votimit. Propozimi hidhet në vot pa debat. Atëherë unë propozoj që votimin ta bëjmë të hapur. Faleminderit. Jo për akte individuale me karakter individual. Se ju në propozim, bëni në Dgjoj, nuk ka asë një problem nëse ky votim do të bëhet i mbyllur apo i hapur. Të jemi të qartë në këtë pikë. Kjo Nuk ka sa fare. Nuk ka sa fare. Nuk është për fiksimi ky, për fiksimi mund të ishte edhe Po se as nominal as formativ, doktor. pa zoti Moçka. Jo, nuk kam gjë, vetëm do lutesha juve dhe kryetarët e grupeve i ta kthejmë pak në me radh, duke folur të kuptojnë edhe ata që na ndjekin se çfarë vendimesh merret, se po u kthye pak në diskutime të hapura dhe të zgjatura. Jo, e kam fjalën diskutime si në falni si në bar, e kupton, me pasion, me patos, me secili do të thotë mendimin e vet, e kupton, po
që të kuptojnë edhe njerëzit na ndjekin aty dhe të japim edhe çik cilësi institucionet në kuptimin. A më tani kupton, shiko, ne nuk është edhe termi nuk po kuptoni është i gabuar zoti Nika. Ne kuptojmë ndryshe, është tjetër gjë. Ti kupton ndryshe, vëllai, çfarë lidhje ka? Vëllai, nuk është se duhet bëjmë dakord, kaq. Po pra, po shkele, vazhdo, jepi, palishmëria mos më shqetësoj, çfarë thua? Ty zgjuar të mbaj fondin. Mirë, atëre, atëre për shkak se si votimi i hapur, si mbyllur, propozimi për emrin do të mbetet dhe është i njëjti, duke pasur pavarësisht që u kalua dhe u miratua që propozimi do të kalojmë votim i hapur, kalojmë emrin e zonjës Lonela për votim për marrjen e rolit të sekretarit të Këshillit Bashkiak Vlorës. Pro. Njëzet e 6 vota pro, 1 kundër edhe 7 nuk marrin pjesë, votimi ratohet, urime zonja Lonela. Të jemi të qartë zonja kryetare. Mos marrja pjesë në votim. Mos marrja pjesë më lutem mos më ndërprer. Mos marrja pjesë në votim ka një domethënie, ne nuk marrim pjesë në një procedurë që është ekstra ligjore. Jo se kemi gjë me atë. Zonja të ketë urime dhe sukses edhe kushdo që të zgjidhet, por duhet të zgjidhet nëpërmjet një procesi ligjor të mbështetur në akte rregullore. Un kam parasysh në 24 që përcakton duhet të jenë 2 kandidatë dhe votimi duhet të fshet. Ashtu sikurse edhe për shkarkimin e tyre. Unë një kandidat kam nderuar, ma lejon ligji dhe një emër kam, nuk kam 2, nuk mund të kem 2, një njeri jam dhe një mendje kam. Je detyruar të respektosh rregullore. Po. E respektova ashtu si kundër dhe kryetari i komisionit juridik ta citoj. Ne nuk morëm pjesë në votim sepse ne nuk duhet të marrim pjesë në një proces faks. Ju nuk morët pjesë votim sepse ju keni frikë nga marrja pjesë votim dhe shpresë mendimi të lirë. Se keni frikë se ju gjykojnë ata që ju drejtojnë. Kjo ka ndryshim shumë të madh. Gjithsesi është një debat cilin s'kemi pse ta bëjmë.